Restoranti ishte I mbushur me klientë uritur të zënë duke ngrënë në tavolinat e tyre, kur vëmendja e klientit u zhvendos te Kajla 4 vjeçare që vraponte drejt nënës së saj. Fytyra e Kajlës u mbush me lotë dhe po qante në mënyrë histerike kur arriti në krahun e mamasë së saj. Ndërsa nëna e Kajlës, Nicole, po ngushëllonte vajzën e saj, ajo e pyeti se çfarë nuk shkonte. Kajla ishte ende duke qarë dhe nuk mund të fliste. Ajo vazhdonte të qante, sikur kishte dhimbje të thellë. Kjo ishte kur Nicole filloi të skanonte trupin e vajzës së saj dhe pa se çfarë nuk shkonte, kishte diçka në këmbën e Kajlës. Përshëndetje nga Late Story, njerëz të mrekullueshëm. Përpara se të fillojmë, sigurohuni që të shtypni butonin like. Abonohuni në kanalin ton dhe klikoni zilën e njoftimit për më shumë video si kjo. Ishte gjatë ditës së vitit të ri kur Nicole dhe vajza e saj Kajla vendosën të kalonin ditën në park dhe të blinin ushqim në McDonald's. Ishte ushqimi I shpejt I preferuar I Kajlës. Të dyja ishin shumë të emocionuara për të kaluar kohën së bashku dhe për të shkuar në park, ndërsa Nicole po mbyllte dhomën e tyre të përparme, kthehet nga Kajla dhe pyet nëse është gati të argëtohet. Kajla tundi kokën me emocion pa e ditur se çfarë do t'u vinte. Kur Nicole dhe Kajla mbritën në park, dielli deportues po shkëlqente mbi ta. Ishte një ditë e shkëlqyeshme për të kaluar në park. Kajla vrapoi menjëherë rreth rrotullimit dhe I kërkoi mamas ta rrotullonte. Telefoni Nicole filloi të cingëroi dhe ajo u kthye për t'u përgjigjur thirrjes, kurse Kajla doli nga rreth rrotullimi për të shkuar tek rrëshqitësja. Ndërsa Nicole ishte e zënë duke folur në telefonin e saj, ajo papritmas dëgjoi një britmë. Nicole e mbylli shpejt telefonatën e saj kur kuptoi se ishte Kajla. Kur u kthye, pa se ajo kishte rënë nga rrëshqitësja dhe kishte gërvishtur kokën. U shqetësua aq shumë dhe vazhdoi ta ngushëllonte vajzën e saj, ndërsa ajo po qante. Pas pak kohe kur Kajla më në fund u qetësua, ajo pyeti mamin nëse mund të merrte ushqim tashmë. Nicole u ngrit menjëherë dhe I tha vajzës së saj, po sigurisht e dashur. Të dyja u largua nga parku dhe u nisën për në McDonald's, I cili ishte rreth 10 minuta larg nga vendi ku ata ishin. Por a e dinte Nicole se do të kishte qenë më mirë sikur të hanin diku tjetër? Kur Nicole dhe Kajla mbritën në McDonald's, ata hyrën në restorant dhe vun re se vendi ishte I mbushur me njerëz. Vëmendja e Nicole u tërhoq nga një grup adoleshentësh që ishin ulur në cep të restorantit. Grupi po ndëgjonte muzikë ndërsa pinte pije me gaz. 2 nga adoleshentët papritmas kthyen kokën nga Nicole dhe vajza e saj dhe psherëtitën. Çfarë mund të mendonin ata të dy? U përmend më herët se restoranti ishte I mbushur plot, kështu që nuk është për t'u habitur që radha ishte shumë e gjatë. Pasi dikuj sikur qëndronte për gjithmonë në radhë, më në fund ishte radha e Nicole për të porositur. Ndërsa ajo po porosiste ushqimin, Kajla I kërkoi të ulej në tavolinën në qoshe dhe priste atje ndërsa mamaja po porosiste ushqimin. Kajla ndoqi me mirësirje udhëzimet e mamasë së saj dhe u ul në tavolinë, ndërsa shikonte një video në YouTube në telefonin e mamasë së saj, por më pas papritur një ulurim u dëgjua në të gjithë restorantin. Një britmë erdhi nga adoleshenti që ishte ulur në cep të restorantit. Grupi filloi një sherr dhe po I bërtiste njëri tjetrit. Nicole shkoi menjëherë te Kajla dhe ngushëlloi duke u përpjekur ta largonte vëmendjen e saj nga zëngat. Stafi nga restoranti shkoi me shpejtësi te grupi që përlesheshin dhe grupi u dëbua nga restoranti. 2 vajza adoleshente nga rrethi ishin ende të ulura në tryezë dhe më në fund erdhi koha për të ngrënë. Kajla po hante një Happy Meal, ndërsa Nicole hante burgerin e saj prej pule dhe disa patate të skuqura në mes. Kajla papritmas shikon mamin e saj me një vështrim të ashpër, por të pafajshëm. Mami, më duhet të përdor tualetin. Kajla pëshpëriti teksa përfundon kafshatën e fundit të cheeseburgerit të saj. Kajla fshin duart dhe ngrihet për të shkuar në tualet. Kur ajo shkon pranë, vëren se dera është mbyllur. Duhet të jetë dikush atje, mendoi ajo. Nëna e saj shikon përsëri, e cila papritur dëgjon diçka që vjen nga brenda tualetit. Të qeshura dëgjohen ndërsa Kajla po priste me padurim jashtë tualetit. Pas një 2 minutash që kishin mbetur, dera u hap dhe 2 vajzat adoleshente të mëparshme dolën nga banja së bashku me një buzëqeshje në fytyrë. Nicole u friksua nga vajzat, teksa I shikonte. Pastaj sinjalizon vajzën e saj të hyjë në tualet dhe siguron Kajlën se ajo do të qëndrojë jashtë dhe do ta pres atë të përfundojë. Ndërsa Nicole po priste në tavolinën e saj, ajo
ndëgjoi një ulurim që vinte nga tualeti. "Mami!" Kayla bërtiti duke vrapuar nga banja me lot në fytyrën e saj. Nicole u ngrit menjëherë nga vendi i saj duke mos u shqetësuar për çantën e saj që ra në dysheme. Si një nën, një gjë që nuk do të doje kur të dëgjoje zërin e fëmijës tënd duke bërtitur. Kayla vrapoi në krahët e nënës së saj duke qarë. Nicole shikoi menjëherë në tualet për të parë se çfarë nuk shkonte. Ajo vërejti të gjithë dhomën dhe mendoi se nuk kishte asgjë të keqe, kështu që vazhdoi të studionte për të parë se cila mund të ishte arsyeja pas shpërthimit të vajzës së saj. Ajo pa se kishte disa rrotulla letre higjienike të mbështjella në dysheme dhe rubineti po pikonte. Kur shkoi në ndenjësen e tualetit, vuri re se karrikja ishte mbuluar me një lëndë ngjitëse të bardhë, por ndërsa u afrua për të inspektuar, kuptoi se ishte ngjitës. Sedilja e tualetit ishte e mbushur me super ngjitës. Ajo më pas kuptoi se dikush e bëri këtë me qëllim. Nicole doli me furtunë nga tualeti ndërsa zemra i rihte fort dhe ajo bërtiti që të thëriste menaxherin dhe të gjithë punonjësit në restorant. Nicole shkoi te vajza e saj e cila ende qante dhe bërtiste nga dhimbja. Ajo kontrolloi Kaylen për të parë se çfarë nuk shkonte dhe pa që lëkura e vajzës së saj ishte qëruar në pjesën e pasme të këmbëve të saj dhe dhimbja ishte tmerrsisht e keqe, saqë duhej me urgjencë të dërgohej në spital për dëmtimin e tmerrshëm të lëkurës së saj. Kayla ishte e tmerruar nga kjo që ndodhi dhe nëna e saj ishte e tërbuar. Nicole bërtet për ndihmë në turm, ndërsa i ndalon lotët që të mos i dilnin nga sytë. Joanna, asistent menaxhere në McDonald's, mendoi se ajo i kishte parë të gjitha, nga zënkat e vogla të një klienti i dehur dhe adoleshentët që silleshin keq. Ajo ishte trajnuar dhe tashmë ishte mësuar të përballonte situata të nxehta. Ajo e dinte se çfarë duhet të bënte për të zgjidhur problemet, por në 15 vjetët e fundit të saj në industri, ishte herë e parë që kishte përjetuar diçka të tillë. Ajo kurrë nuk kishte parë diçka si kjo. Ndërsa Nicole kërkoi ndihmë, Joanna dhe bashkëpunëtorët e saj u mblodhën të gjithë rreth Kaylës dhe ofruan ndihmën mjekësore. Stafi ndihmoi në pastrimin e plagës dhe fashimin e saj, ndërsa Kayla po qante në gjoksin e nënës së saj. Nicole vendosi të shkonte në spitalin më të afërt, kështu që ajo thiri një antar të familjes që të vinte t'i merrte, por ndihma që u dha nuk ishte mjaft për Nicole. Ajo e dinte se kishte diçka që duhej të bënte dhe çoi çështjen në llogarinë e saj në rrjetet sociale dhe ndau në Facebookun e saj personal atë që ndodhi duke shpresuar se kjo do t'i sillte shkaktarët para drejtësisë. Në postimin e saj shkruhej: 2 bjonde adoleshente, vajza që menduan se do të ishte qesharake të vendosnin super ngjitës në tualetin për persona me aftësi të kufizuara dhe në ndërimin e foshnjeve në McDonald's, thjesht dua që ju ta dini se unë ende duhej të ngushëlloj vajzën time 4 vjeçare, e cila pati fatin e keq të përdorte tualetin pas rrengut tuaj. Ajo shpreson se 2 vajzat adoleshente që bën shaka me vajzën e saj do të gjenden dhe të ndëshkohen. Kayla është thjesht një vajzë e vogël e pafajshme dhe nuk e meritonte këto. Pas disa hetimeve, më në fund 2 vajzat adoleshente janë gjetur dhe intervistuar nga efektivet e policisë. 2 vajzat kanë pranuar menjëherë atë që kanë bërë dhe i kanë kërkuar sinqerisht falje Nicole dhe Kayli. 2 vajzat thanë se ishin penduar për atë që bën dhe se ishte një shaka e gabuar, por a mjaftonte falja për Nicole dhe vajzën e saj Kayla? Imagjinoni, Kayla, një 4 vjeçare, që do t'i duhej të jetonte jetën e saj me këtë kujtim të tmerrshëm të shënuar në mendjen e saj, pasi kishte dëgjuar se policia kishte marrë masat e duhura nga 2 vajzat adoleshente. Nicole u ndje e lehtësuar. Ka javë që ka ndodhur ngjarja dhe gjërat që ka ndodhur atë ditë janë ende të freskëta në mendjen e saj. Ajo shikon teksa vajza e saj luan paqësisht me kukullat e saj. Më në fund mendoi me vete duke pirë një gëllëng nga filxhani i saj i kafes, përpara se të buzëqeshte me vete dhe të shikonte vajzën e saj të guximshme duke luajtur një histori të tillë. Kjo histori thjesht të tregon se shakat mund të jenë një mënyrë argëtuese për të mashtruar miqtë tuaj, por ato mund të rezultojnë në një skenar të keq. Shpresojmë që përvoja e Nicole dhe Kayla do t'u kujtoj atyre njerëzve që duan të bëjnë shaka dhe mashtrime me miqtë e tyre, që të mendojnë 2 herë për njerëzit që do të mërzitnin të gjithë për hir të një të qeshure. Kështu që herën tjetër që dëshironi të bëni shaka me dikë, siguroni që të mendoni për këtë fillimisht dhe se askush nuk do të lëndohet.
Në qoftë se ju pëlqeu historia, mos hezitoni të lini një koment më poshtë për të na treguar mendimin tuaj. Gjithashtu, keni edhe ju ndonjë histori që dikush nga shoqëria juaj ka bërë ndonjë rrengsi për shaka dhe ka përfunduar keq? Tregojeni atë në koment që t'i lexojnë të gjithë. Deri herës tjetër, qëndroni kurioz.